Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka reaguar fuqishëm lidhur me këngën e re të fenomenit shkodran Luis Eili. Ajo si gjithmonë ka treguar se është krahti në çdo projekt që ja vendos të publikoj. Shkodrani i zemrës e ka gjithmonë për krahjen e saj në gjithçka që bën dhe duket se edhe këtë herë moderatorja bukuroshe Kiara Tito nuk ka hezituar që të jetë pranë tij. Kënga, e cila pritej me padurim nga të gjithë dashamirësit dhe mbështetësit e tij, u publikua pak orë më parë dhe ka marrë menjëherë reagime të shumta. Por reagimi më i bukur ka qenë nga moderatorja bukuroshe Kiara Tito. Ajo nuk ka hezituar të shprehë publikisht për krahjen e saj për bashkëshortin, duke e ripublikuar menjëherë këngën në profilin e tij Instagram. Me këtë gjest, ajo ka treguar edhe një herë se qëndron krahti në çdo hap të karrierës. Reagimi i Kiarës nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat e çiftit, të cilët kanë shpërndar postimin e saj dhe kanë komentuar me mesazhe mbështetëse për dyshen e një orë. Disa prej tyre e kanë cilësuar këtë si një tjetër shenjë të dashurisë të tyre, duke kujtuar se Kiara ka qenë gjithmonë një shtysë e madhe për suksesin e Luisit. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit kanë reaguar menjëherë por sa kanë parë postimin e moderatores bukuroshe dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt saj duke e duartrokitur për faktin se gjithmonë arrin të jetë krah Luisit, në çdo moment që ai ka nevojë për të. Ndërkohë, kënga e re ka nisur të grumbullojë shikime dhe klikime të shumta dhe është pritur shumë mirë nga publiku. Me ritëm të veçantë dhe një mesazh të fuqishëm, projekti muzikor i fundit i Luisit pritet të jetë një tjetër hit në listën e këngëve të tij dhe duke patur mbështetjen absolute të partneres së tij. Fansat tashmë janë në pritje të reagimeve të tjera nga çifti dhe, sigurisht, të suksesit që do të korrë kjo këngë në ditët në vijim. Me siguri edhe vetë shkodrani i zemrës e vlerëson mbështetjen e saj dhe mund të jetë mbështetja më e madhe që ai kërkon. Kiara është dhe do të jetë gjithmonë krahu i suksesit të padiskutueshëm që shkodranit të saj të zemrës. Është vërtet një partnere e cila nuk ka hezituar asnjëherë që të jetë krahti në këto hapa që ai ka hedhur në karrierën e tij muzikore.